Bashkimi Evropian ka ripërsëritur shqetësimin për krizën financiare në radio-televizionin e Kosovës dhe u ka bërë thirrje autoriteteve përkatëse të gjejnë mënyra për të siguruar financimin e transmetuesit publik. Përsërisim shqetësimet tona të mëparshme në lidhje me transmetuesin publik të Kosovës. Situata në transmetuesin publik është gjithnjë më kritike, një pasojë drejt për drejt e bllokimit aktual institucional. Është thelpsore që një kandidat potencial për BE-n të garantoj financim të qëndrueshëm dhe të mjaftueshëm, si dhe të mbështesë operacionet e transmetuesit të tij publik, porositet nga Komisioni Evropian. Një shqetësim të ngjashëm Komisioni e kishte shprehur edhe gjatë muajve të verës, kur RTK u gjend në një situatë të njëjtë. Edhe në raportin e progresit të publikuar në fillim të muajit, konfirmohet se nuk ka pasur përparim në gjetjen e një modeli afatgjatë të qëndrueshëm dhe të pavarur të financimit për transmetuesin publik. Është theksuar sërish se bllokimi politik që ka paralizuar kuvendin dhe mungesa e reformave ligjore po kërcënojnë pavarësinë financiare dhe qëndrueshmërinë operacionale të RTK-s. Pa veprime legjislative për të siguruar financim të qëndrueshëm, transmetuesi publik mbetet i ndjeshëm ndaj presionit politik dhe pasigurisë financiare, nënvizohet në raportin e së vjetëm të progresit.